po ashtu një krize institucionale që është vende. Po, kjo mendon nëntor është proces i rregull zgjedhor edhe jemi duke u përgatitur e duke u mobilizuar pas një fushat jashtëzakonisht mirë të suksesshme dhe një rezultati shumë të mirë që kemi pas edhe në rundin e parë që ka qenë me 12 tetor, tash po hymë në rundin e dytë, ku jemi në ballotazh në 9 komuna në të cilat kemi pretendime të fitojmë të gjitha. Absolutisht që edhe procesi i zgjedhjeve nacionale duhet të mbahen sa më shpejt. Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë të qartë qëndrimin e saj që zgjedhjet nacionale duhet të bëhen sa më parë që është e mundën. Nuk kemi nevojë më që t'i shtym ato përmes lojrave të ndryshme politike që janë duke i bë qeveria edhe në bashkëpunim fatkeqësisht edhe me presidencën e Republikës të Kosovës. Kështu që sa më parë që të shkojmë në zgjedhje është më mirë për demokracinë. Pse i thoni loj të qeverisë apo deputetit, kryeministit Detyrë Kurti, me presidencën, kur presidentja e ka këtë përshkrim të punës saj, pra ajo duhet ta udhëheq këtë proces. Duhet ta udhëheq procesin, mirë po presidentja e ka ditë qartë qysh në fillim që nuk janë numrat. Për me u mandatu i dyte, presidenca duhet me e pas besimin edhe dëshmin që mandatari i ka numrat. Ku e dini ju që nuk ja ka shfaqur zoti Konjufca? Sepse para dite presidentja është taku me të gjitha partitë politike në vend, të gjitha partitë politike në vend kanë kërku të mbajnë zgjedhjet sa më shpejt. Po tash nëse bëj avokatin pak presidentes, mund t'ju i ndhanë zoti Guri emrat deputetëve të caktuar. Nuk e di, unë vetëm po supozoj, por ju po flisni me siguri. Po, ju jeni gazetarë dhe keni të drejtë me supozu, mirë po ju edhe presidentja, sepse presidentja nuk është gazetarë dhe nuk ka të drejtë me supozu edhe me marrë vendime e veprime mbi bazën e teorisë së gjasave, se tha ka gjasa më shumë, më bindi më shumë. Ne nuk jemi duke folur këto për ndonjë proces të lotarisë, të besimit e të gjasave, mirë po jemi duke folur për veprime konkrete, praktike, cilat i marrin partitë politike. Çfarë duhet të bënë te zonja Osmani? Të shpallte zgjedhje më njëherë? Absolutisht po, sepse zonja Osmani ka bisedu paraprakisht me partitë politike. Të gjitha partitë politike janë shprehur qartë që nuk e votojnë, nuk kanë as kandidat për vete, as nuk e votojnë kandidatin që e propozon lëvizjave të vendosje. Po çka është e rëndësishme realiteten që po du me potencu ditën kur e mbajtim mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm lëvizjave të vendosje, Albin Kurti tha që 56 votat e mia janë edhe votat e Glaukut. Edhe në të njëjtën kohë tha që ne nuk do të tentojmë të bëjmë asnjë koalicion me partitë të tjera. Do të thonë, veç prej kësaj deklarate që e ka bërë kryeministri në detyrë Albin Kurti, ai ka tregu Vjosa Osmanit, presidentës të Kosovës, që ne nuk e kemi numrat, sepse 56 nuk janë numër. Prap ka një çështje logjike këtu. Mund të mos kesh koalicione, por mund të kesh deputet potencialisht. Nuk e di, nuk po them që ka, as po aludoj, por nuk do të thotë kjo që nuk ka asnjë mundësie. Çashtu që po aludoni ju, ka aludu edhe Albin Kurti prej 15 prillit çdo 48 orë ka dalë si poezi edhe ka thonë që i kemi numrat për qeveri, po këta nuk po na i votojnë kuvendin. Atëherë cili është qëllimi? Çfarë po synon Kurti? Kurti po synon blerjen e kohës. Kurti po synon blerjen e kohës. Sa mund blej edhe 30 ditë? Çfarë përveç blerjes së kohës po tenton blerjen e votës. Kjo e 30 ditëve, kjo është edhe nëse ata po pretendojnë që me i qu zgjedhjet në kohën kur vinë mërgjimtarë që me e marrë edhe një pjesë të votave të mërgjimtarëve, e kanë matematikë të gabuar. Okej, kjo mbetet Me zgjedhjet e 12 tetorit që mbajtën, Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë partia e parë dhe në mërgat. Se çashtu që kanë kuptu mospunën, blokadën, e që kanë kuptu stagnimin e shtetit gjatë këtyne 4 viteve qytetarët e Kosovës, këto e kanë kuptu edhe qytetarët e mërgatës. Kjo betet shihet, sepse do flasim edhe për zgjedhjet, por e dim po ashtu një farë lloj diferencë që bëhet mes zgjedhjeve lokale dhe atyre nacionale. Siç e kemi parë në të kaluarën, betet edhe të shihet. Edhe mendon shkurt nacionale dhe ka performuar zakonisht mirë në zgjedhje nacionale në Mërgat.
Në mërgat po, por në nivel të... Edhe në nivel vendi, prej vendi... 100.000 vota, 170.000 vota, është partia me rritjen më të madhe që ka pas një parti politike në vend, që është jashtëzakonisht e vështirë me mërri një rezultat, një parti opozitore, 4 vjetë me qenë në opozit. është vetë kënaqje e madhe, le të themi zoti Guri, nëse ju synoni ta drejtoni qeverinë, të keni dalje treta dhe të merreni me ndryshimet brenda partisë suaj. Absolutisht nuk është vetë kënaqje, nuk kemi duke u vetë kënaqur, ne prej 9 shkurtit deri tash kur po bisedojmë, ne kemi punu fuqishëm në organizim partija, kemi punu fuqishëm në zgjedhjet që kanë me umbajt edhe lokale edhe nacionale, nuk kemi vetë kënaq, mirë po absolutisht. Por si doli rezultati mirë. Edhe është sukses me qenë partia me rritjen më të madhe, prej 100.000 vota, me i shtu 70.000 vota, prej një partije që je opozit, është një sukses i... Përgjithsisht partitë prej opozitës i shtojnë zgjedhjet, është nga logjika politike. I shtojnë prej opozitës numrin e vota, mirë po edhe partitë tjera kanë qenë në opozit, por nuk e kanë pas një rritje që ka pas Lida Demokratike e Kosovës. Ka pas edhe PDK-ja, për shembull, PDK-ja. Ka pas PDK-ja, po PDK-ja e ka pas nëse nuk gaboj tash për 19 deri 21%, 22%. Po, mirë po prej 100.000 vota, prej 12%, 18% është numër jashtëzakonisht i madh, është gati se rritje 80% e rezultatit. Nëse do t'ju pyesnim para zgjedhjeve kur u mbajten në shkurt, ju edhe do ju ofronim këtë rezultat, ju do thashit as pak është larg realitetit edhe që cila parti Eralden hynë në zgjedhje për me i fitu zgjedhje e para në zgjedhje. Ne kemi qenë partia e cila e kemi pas programin më të mirë politik, e atë program politik edhe tash lëvizjave të vendosje po e merr edhe kryeministri Kurti në ekspozen e tij i përmendit 3 minimum, nëse çado që po më kujtohen 3 ishin prej tyre, ndoshta ka pas edhe më shumë, 20 ministri projekt i rrugës së re të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ministria Familjes, premtim i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Kompania Aviacionit, premtim i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po, kjo me ministri s'ka qenë as premtim i Lidhjes, kjo ka qenë